mjeshtri i madh Det Bregu, një të tërë në këtë sport. Ka lindur më 15 shtator 1934 në Lotaj të Dugagjinit, por mbas disa vitesh zbret në Krud dhe tani në Shkodër. Në vitin 1956 kemi ardhur me banimin e Krud. Dikur kishte një bukuri të rrallë, me vreshta me pemë, sistemu me jashtëzakonisht bukur. Gjitha delegacionet që vishin nga jashtë shtetit, vishin me pa aty. Mrekullinat si kanë ba punëtorët në grudën e re ka arrit, vreshta grudës re, e shtojit komplet, deri me prallua 500.000 kintal rush e fruta. Aty kanë jetu njerëzit, aty janë ban sportista, janë ushqye, jashtëzakonisht mirë edhe me fruta. Kur u ban rëmuja të në 97-ën, u prishin shumë gjana. U prishin, edhe vreshta u prishin, edhe sera u prishin, edhe disa fabrika u prishin. Njerëzit i kanë rregullu, njerëzit i prishin. Gjithmonë punëtorin ferm, baba jem ka punua, kurse nana nuk ka punua kanë shpijake. Edhe gjithë njerëz, gjithë fëmija, aty jena punësuar gjithë, ne beshe për Latrëgjepja qujt. Kemi punuar gjithë punëtorë. As një profesion tjetër vetëm punëtor vreshtash. Aty kemi punuar, aty kemi jetue, deri sa u shpërban. Kena jetue në për pallate, si në atë kohë kishin nërtue në Sheneja, në qytetet, nërmarja në Shenezë. Vllai i madh. Pietri ka vdek në Dukazin, 12 vjeç. Dërsa Lula? Lula u martue, ka linë 7 fëmijë, sot jeton në Itali të djali. Gjergji? Jeton në një qytet Italis, Vareza quhen. Aty kom dalë në moshën 22 vjeç. Po kur e shikoj sot atë fotografi, thëm, Plesnia duhet me u pranua, po të prishet pak shefi. Me rroba sportive, kam dalë një fotografi për me pas. Se është mirë me ba, çdo vit e ka një fotografi, me shikue. Si ke kënë edhe si po bash. Nga flokëzi në flokë bardhë, të vjen keq? Po, Plesnia i ban të punë. Po do të me i lënë flokës si të shkojnë, zi dhe të bardhë, pas me lëviz. Pse dallohet njeriu? Ashtë plaka i riti, nuk mund bash kur i ri pse të ngjyrosh i flokët. Si ka qenë fëminia jote në Grud? Fëminia. Mirë, kena pas një nana jonë na ka majt jashtëzakonisht mirë. I kena dallu vesh tjerëve të në lagje. Ka kanë e pastret, ka kanë e shkath, ka kanë na ka majt me ushqime që ka pas, jena rrit fëmijë shnosht, gjithë që kena kenë. Kena jetu edhe me do kushrit tonët, si kena jetu një shpi dikur në Dukazin. Ashtë e Pal Bregu, Zev Bregu, Marash Bregu, janë djemë të jarës. Se në shpinë tonë kanë marrë 2 vllazën, 2 motra. Edhe jena 2 herë kushe. Edhe nuk jena nda asnjëherë. Quna si me kanë vllazën. Ashtë Marash Bregu është baba e Marianit, i kampionit Shqipënisë shtangës. Pal Bregu ishte mësues, ka dalë në pension. Zev Bregu punëtor në për mpyje, ka punue, ka fëmijë, ka rrit edhe jeton jashtëzakonisht mirë. Gjithmonë si i thom na menere me burni, me djers të ballit. Pa në hi ferran kam kërkun. Këtu kam pas një kushin në Shkodër, e kam prap një nok një guri, kishte marrë një nusën Shirok. Ajo ishte kushin e gruas teme, Agetinës. Një ditë mua bet thot, apo fejosh, tuk. Po ku jashtë,
E tha me ka, thot babën, burri më i mirë, thot, në Shkodër edhe në Shirok, Gjan Lushi. E tha ma hajt pra, mirë pa kur kom pa teatrin e Agetinës, e kam shkjo pak këta, më përsej si burë. Edhe u ban kjo punë se me thome është me të shkrume. Kena kalu një jetë të vështirë po të mirë. Kena shumë vite martes, 54 vjetë. Historia e kësaj fotografie? Në vitin 1964, kena vu kunurë në Kish. Ishte knasësi e madhe për ne. Se kështu është fe asi e përmanë. Po s'vu në kunurë, thonë, mëse që grunë shpi. Në kunurë është dasë janë, që ka thonë, që thotë Zoti, i malli Zot. Si ka qenë jeta juaj bashkërtore? Kena kalu jashtë zakonisht mirë. Pa probleme, vetëm se kjo ka vujt pak nga smuni reumatizmale zjana. Edhe se s'kena pa, kena një muni një tjetrin shumë. Dorë për dorë, kemi ecë dorë për dorë. Shtëpi pa fëmijë nuk ka. Dhe keni lindur 3. Paulinin, Verën dhe Mirën. Po kjo është Agetina, gruaja eme me Mirën. Me të thënë drejtën, Agetina ka pa ba dhe njëherë një garë notit, dikur, kur ishte Farifani shef klubit. Farifani njeri u shumë i neruam, si ka punu në klub sportit, shumë vite. I vetëmi njeri si ka njek sportistat kam për kam, në për nërmarje ku kanë punu e ku janë servitet gjitha. Për mua është njeri u i pas zëvendësoshim Farifani. Edhe ka pa të marrë me ba një garë notin në Shirok, se Shirok që të notarë gjithë. Këta janë kushrim me Shestant. Me 4 vllazërit që kanë rekordmena. Mark Shestani me vllazën vetë me Rokun e me ata. Njëherë ka ba një garë, thotë. Bile thotë më kanë shpërblye. Thotë kjo edhe nuk shkoj ma. Ka shku në punë masani. Paulini, me Ardianen me Nuse, nga Gruda e Re Nusja. Paulini o marrë me sport, me basketbol, me 3 të vllaznis, me Aslan Gjerezin profesor. Ka shku ushtar në Tiranë, edhe është stërvit me të madhin Feti Borova. Me Dinamon, e ka kalu ushtërin jashtë zakonisht mirë. Nuk u banoj sportist, me thonë. Po eci, e kalu ushtërin edhe masanena, mëra pa nuk ka marrë ma. Dhe në Rikoles Bitani me Verën, Vera Bregu Bitani. Ky djallë e nimoj shumë. Gruni vetë tu im pa mua qa kom ba masaj, qa kom ba me te, ku kom quë si e kom marrë, e kom përqedhe, kom dhejt në stadion, i kom punu grupën ku ka kërcy, i kom rafshua pishtën, i kom ba gjitha, edhe ky u ba pjestar i saj për me animue. Me animue për me esë sa ma për para. Do me thonë, ja di për nërë se ka bura si martohën e thotë nuk i duhet gjëna sporti. Eci shumë, kishte nimë në këti edhe nimë në teme se unë kom ba një gjanë si e kanë ba pak prim. Për 10 vite me radhë, nga Gruda e Re në Shkodër, me një biciklet, nuk këna pa, si është koha. Bjen nas, bjen akull, bjen borë, bjen shi, bjen didhi. Nena ke zjetë në rërë caktuar në stadion. Kisha një ngarkes të male shumë, ekipin, vazhdin tjetër në volleyball, vazhdin tjetër në atletik. Edhe më dësh me i përbalue faleminderis të mallit sot, nuk di sot sa i fort jam qa kom hekes. Po vullneti i bën gjitha punët. Këtu një fotografi me nipa me mesa janë. Janë ba grumull bashkë aty. Kanë dalë një fotografi për shef. Tash edhe fëmija e vajzave. Po, Agetina është edhe nipat e mesa, ta s'kërkush tjetër është. I ke janë 5 nipa mesa. Grumullon bashkë në sezonit vers. Vinë edhe ta nga jashtë edhe knashen rrinë bashkë. Agetina është shumë e dashtën, po rrinë me stresa gjithmonë.
Jo djali, jo vajza, jo fëmija, jo kjo, gjithmonë jashtë, do me thonë si nana. Unë kam ma tepër, se burrat kanë një tjetër, jetoj ma shumë me shoqni, do me thonë më kalon koha jashtë. Edhe kalojmë na, kudo një kafe, kudo të sporti, po këta gratë ma shumë mërziten se rrinë edhe në shtëpi dhe nuk kanë variant. Se unë kam variant shumë unë. Në lëvizje me shok, lëvizje me sportista, po kësaj grus teme do të me kërku falje unë. Se e kena, është e lollë shumë gjatë jetës saj, se vajzat nuk kanë bën shumë punë në shtëpi se janë marrë shumë me sport. Kur ka fillu sportin një Vera Bregu, flas me emocione, profesor, sa është një vajzë që ka shëti gjithë botën, e më ka ardhur të shtëpia si njeri. Se njeri i familjes është gjaja me madhe në këtë jetë. I kom thonë Agetins se bata shërvitje profesor Vili me 3 seanca. Një kjo vajza dhe endë kur të hapë buk nuk e lanë. Po kush i lanë unë e ti? Se nuk bëhet njeri u sportist, po se një mëj dikush. Se bëme e s'me pa pas vetën shif sportin, ajo s'ishte bëhen kur. Ka pas shumë për krah mua, edhe non një vetë. Edhe arriti kulmin, se Allah sot 28 vite nuk thejnë rekordit e saj. Asë në kësim zëzatit, asë në tërhapsh, asë në stafet 400. Ka sjell nga shtetet e jashtme 17 medalje. Vazhdoj me mirën si volejboliste. Po nuk ka pas karrierë shumë. Me para me tretë dhe me tritunat. Masanej, ka kalu dhejtë profesori në Ruam, si sot nuk jeton Mark Grimsi, e ka aktivizu, po u prish puna, u prish pallati, ku me luj, ku me ban, në fushat, kështu, si kanë shtrume me qimër. U shpërban shumë sportet, edhe volejbolli edhe munja. Do me thonë, u shpërban edhe volejbolli, se po hinjë tash aty. Volejbollin e ka, e ri për ollu e ka ringrit profesori Arton Kalaja. Munjen det Bregu. Nuk kishte si më u shkri munja në Shkodër, kur ishte pararojës gjitha sporteve. Ka pas Shkodra, mjeshtat meritum, edhe mjeshtat sportit, gati sa gjithë Republika. Kush ka kënë Shkodra, së përfuqin munje. Ashtë Dhebi Sulejmani, një burë shumë i nderuar, traner dhe prind. Ati me jaqu fëmin, me jaqu vajzën, me jaqu si të babaj vetë. Një njeri jashtë zakonisht e nërishmë jeton sot prap, e neron këtë takona, se kash ashtë kjo punë. Një burë që nuk e humë vlera. Gjithë kush më të vdesin, po kur nuk vdesem i e shumë në regull. E kishte vështirë Mira, ashtu si dhe Vera, që çdo ditë duhet vinte nga Gruda në Shkodër, nga Shkodra në Grut. Gjithmonë me një biciklet. Një biciklet 28 që kineza i kana thonë. Vojshim me gjithë edhe goma kapërtonat, në atë kohë. Mirë po, unë nuk kom marrë gja parasysh kur e kom pasë kjo vajzë. U futën rezultate, kur ka dalë jashtë shtetit për herë të parë në 87-ën, gjithë fare fisë jam ngritën kam. Edhe kam thonë, në rast se autobiografia jonë ka kënë e keqe u rregullue. Se nuk qëshin jashtë shtetit shumë kollaj. U deshke me pyet disa njerëz, operativa, punëtor policijet, kush është kjo? Kush është kjo njeri? Mos ka pas gjakun, në i hije, kun si i thomë na, kur ka dalë Vera në 87-ën në Romani për herë parë, janë gëzuar gjithë njerëzit, e fare fisit tonë. Mase ne i vazhdoj. Këtu ka dalë në stadium Vera. Një fotografia ka ma profesori. Se stadiumi ka këni joni mas dreket. Njerëzit kujtoshin se unë jam punëtor stadiumit. Gjithmonë me rafshuse, me lëpat, me rregullu grupën. Me shtri gomat, me profesor Vilin. Kena shumë kujtime. Një vit, kishim gara në Tiranë, ishte betana e kërësimit e keqe në Tiranë. Kena ba një betan këtu, e kena marrë me vedi,
kena shku e kena vu në stadion kombëtar. Një natë para garave të kena ba, gropën e kena rregullu, kena vu dhe kena ba. Me ba gara, vajza ime Vera Bregu. Për herë të pare ka zbulua një ish atlete, kampioni e kërësimit natit Luke Zefi. Në shkollë të i ban fiskulturën, edhe ka pas e kjo ishte shumë e shkathët. Edhe ka marrë, e ka quajtë Angelina Gorakuqi të rekordmani aksimit zgjatit. A stërvit me Angelina Gorakuqi në disa vjetë, ka kaluar prej aty në moshën 14 vjeç të profesor Vildan Tufi. Vera në moshën 15 vjeç ka marrë medalje argjenti në Spartakiadën e 5 kombëtare. Ka dalë e dyta në moshën 15 vjeç. Ka dalë Makbul Eraçi e partizanit e para, kjo e dyta. Dhe shumë shpejt bëhet mjeshtër e sportit. Në këtë moshë, tu ka thyrë rekordin e treve. 5.87. Ka kënë 5.85 e ka majtë rekordin një Yll Kabylyku e partizanit. E ka thyrë Vera në Shkodër rekordin. Kjo është nipi, Antoni. Ka linë në Greqi. Do me thonë, njeriu më i afërt për gjyshin është nipi. Është sot në Itali, është në moshën 15 vjeç, merret me futboll. Këtu është Erika vajza e Verës e Kolecit. Se gjithmonë më shkon goja te vajza më shumë pa gabim. Do të më përmend burrin, atëherë do të më përmend gruan. Kjo është balerin. Është një vajzë shkath, në moshën 17 bëhet, në gusht. Vazhdon prap atje, kanë ikë nga Greqia në Suedi, për fat të madh, se Suedia thonë se është shumë vështirë me bën letrat. Kanë bën letrat edhe janë rahatuar. Vera vazhdoi dhe sporti në Greqi. Po shku në Greqi në fillim, kur kanë shkuar, domethënë, njerëzit e parë. Vera aktivizohet me një klub Panioni, thonë. Ka lanë rezultatet atje, ka bëhen. Po këta nuk po i bëshin pasaportën greke. Shqyrë që nuk u bëhen. Ka vazhdu edhe atje ka pas rezultate. Vite, nga atje vite, kur shkota ekipi kombëtar, me Lekteve Dakar. Ka shku në kupën për në Zauli, 2 herë. Ka marrë medalje arit, medalje argjentit, 2 medalje arit ka marrë në Beograd. Ka marrë prap medalje argjentit dhe medalje arit në kupën për në Zauli në Belgjik. Edhe ka pas rezultate. Edhe në Turqi, ka dalë e dyta në Europë, në Balkan. Në kupën për në Zauli ishte u qëtët si kampionat Europian, po me zona. Ka dalë gjithmonë e para me medalje arit. Si kaloi nga Greqia në Suedi, ku është dhe sot? U prish ekonomia. Duket sikur Grekët e ndërtuan vendin shumë. Marroi puna, po kur s'ke punë, s'ke jetën. Mori guximin ky shoqi dhe iku në Greqi, në Suedi. U fut atje në azil. Në 3 muaj, një kushni i ndjali i palë Bregut, i doli për zëtë e qojnë shpijë. E falnere shumë, Fred Bregu. Edhe e punësuan, këtë tërhoqë edhe grun, Veren, edhe fëmijët, edhe banë dokumentat greke, se u marruan dokumentat, morën shpijë, banë viza punët, edhe punuan babi djalë të 2, Markoja dhe Koleci, bani dokumentat djali i pari, bani edhe Koleci dokumentat i dyti, morën dokumentat nga Shqipnia, Vera me vajzë, dhe kanë bërë bashkimin familjar në Gothenburg, Suedis. Sot janë shumë të lumtur. Do me thënë, Greqia është krahas Suedis 0. Paula Mesa, vajza Paulinit e Ardianës, është në shkollën e lartë, vazhdon për inxhinieri, vajzë punëtore,
Do me thonë, kjo punë shkon edhe me fisë e me racë. Gjithë njerëzit mi si kanë hinë sport, s'kan pas nevoj për mik. Se dikush do me jetu më sport me mik, por na nuk do na mik hiq. Na do na me me forca tona. Kam edhe nipin, si tash po vjen koha me fol për të. Ashtë Vildan Tofi njeriu i madh i atletikës, doktor shkencash, ka lanë prova. Po mesin rekordit ka mundësi edhe gjithë jetën pa u thyë. Edhe të Vera Bregut, edhe të Izmir Ismailit. Këtu ka shku vajza eme, ka shku me normat plotësume, joftume. Atlanta 96. Se kallës i ftojnë, kallës i shkojnë, kjo ka plotësuar normën. Edhe në kësim zgjatit, si ishte norma 6-20-40, kjo ka kësuj 6-53. Në të rehapsh ishte norma 13-15, njës cikëm cik ka shkue. Ka ik me norma. Kanë nej shumë, kanë nej gati 25 ditë, 26 ditë. Në 96-ën. Profesor Vili ti të kaj 2 herë me shkue me sportistat e vetë në Olimpiada. Një është një nërë i math, kur ka po Olimpiadën një sportist. Këtu i kanë avu emnin tash, Vera Bregu Bitani edhe në emën burrit. Se edhe ati i të kanë diqa. Ka medalje, ti ka ba aty me kupa me medalje, ka dalë në fotografi. Kam shef edhe kur e shaka i herë në shpi. Si e përjeton të deda pikërisht fitimin e një medalje, sidomos jashtë vendit? Unë kam shpëtuar mirë se dikur, kur bëte vajza e me garë, mu shtoshin të rahnat e zemrës. Kur thete rekordin, u qetësosha. Edhe jam kënë vizituar të një doktoresh Terezina Soma, se nuk jetën, më tha, ke emocione, tha, largohu, se mos dëmtohesh në zemër, tha, se kur ke ba vetë garën kanë nërsa, kur bën fëmija prap, ke ma shumë emocione. E kom një gëverën, kam vojt shumë, edhe kom hum shumë kohë, edhe kom shku mas saj në për gara. Kena hek kësë, edhe me njerëzit që kanë rafshu gropat, i rafshoshin shumë kësë, i leshin shumë nëllët. Jam detyruar në stadium kombëtar me kaluë, nga telet e me shku të gropa, e me i thanë punëtorit, bënë rafsh si ka regulloria. Jo kështu, se nuk thejt rekordi, unë është malë. Edhe profesor Vili, kena pas gjithmonë, kena pas pak vështërsina me gjyshtarin. Po prapë në fund, e kena ba punën tonë. Dhe vjen një ditë që ky profesor i madh i atletikës shqiptare, Ballkanit e Evropës, mbush moshën e pensionit dhe ju thanë që duhet largoni. Vildan Tofi ka rezultate më të mira se kërkush. Ka një sportist si peshon sa një ekip, një kampion Europët. Edhe anë shërbitë në kushtet vështira shumë. Kanë arrit me i thonja shtetit ata sportistat, ku je shërbitë në qenë shtet? Suedezi, ka thonë unë jam shërbit në Amerikë, kuj ka të reguë në celulari, ka thonë që ku jam shërbit unë, në pedonale, atje në pazar. Ku është këj veni, ka thonë, i ka të reguë këj. Në kushtet e vështira, po këtu të regojnë se shqiptarët janë të fortë. Mosha e pensionit do të thot automatikisht të ikësh nga puna, apo ju në një mosh pensioni vazhdoni dhe sot të punoni? Edhe në mosh pensionit vazhdojnë njerëzit me punue. Se nuk je se je me rrogë, po je me honorare. Ashtë të greva 80 vjeçë drejton ekipet, ka shumë se një pensionist ka përvojt madhe. Unë për shembull kam shumë vite si vazhdoj sportin, di me zgjedh elementin, edhe ma ka rujt, falemnerë Zotit, falemneroj Zotin si më ka rujt menën edhe fizikun, me vazhdo sot në këtë mosh. Unë jetoj me pension ma shumë. Pensioni është i vogël. Kam shef me minigjo këto fjalë dikush në qeveri.
6 vite dokumentat e mia si ka dërguar Qarku i Shkodrës në Këshill të Ministrave për me lanë një pension të posaçëm. Kam prit shumë, janë 6 vite, këta ka një ligj me lanë 14 vit të gjithë Republikës. Këtë rallë ka lanë Shkodrës 4. Kam prit kësh pa ma japën se jam më i vjetrin gjithë. Është i shtesë e mirë aty, për mua si pensionist. Unë kam 160.000 lekë të vjetra. Po këta më një mëshin të lekë, se blejele shumë ilaçe për gruan, se plesnia vjen kështu edhe me dhimbje, me smunje nervore, me reumatizme, me kena probleme, me tensione. Mirë, po nuk mua kur dua këtë rallë mua, nuk ma lanë, nuk di kuj me i thanë, se këtë punë ka vetë kryeministri. Unë smujta me e ka pasirë kryeministri, kam shef me minizgju këtë fjallë kryeministri, po i ka hallet tjera tash. Se ishtë desh me vëmë dorë, e gëzoshin të asjemonë, se e meritojnë. I Malli Sababizi, i Malli Zon Rogami, Paulin Noja, Zevdeda, gjithkush e merr titullin e meriton. Unë prita se tash unë kom thonë si munje, si kur nuk ka. Nërsh futbolli, popularitet, nërsh munja. Po me lanë mua prap nuk ka vonë, derisa jam gjallë. E fillove vonë pak ushtar sportin e mundjes. Ushtar, po, në Korçë. Isha mobilizuar në ushtëri si gjithë njerëzit. U bonë spartakiadat në mes reparteve, edhe u aktivizume. Mirë, po aty fillon rezultatet. Mori edhe Skënderbeu i Korçës, edhe bësha edhe me Skënderbeun, me klubin e Skënderbeut, edhe bësha edhe me repartin. Derisa u lirova. Masa ne kur u lirova, bisedu me ma, kena bisedu ma përpara si shkova te Klasikja, masa ne shkova te Lira, u bana edhe trajner, dola edhe kampion disa vite, u bana mjesht e sportit. Kam pas kundërshtar të fort, Kukshan, Tibran, kanë njerëz si janë qujt Pelivana. Fotografia, këtu këna dalë në Peshkopi në kampionat kombëtar. Me një trajner Hamza Çela, një burri në Rumë. Kanë edhe sportist vetë edhe trajner. Uniforma një mundësi, është e veçantë? Duhet një kostomunjet. I mirë, do me thonë, është me rregulloret ndërkombëtare është një kostomunjet i mëllën deri këtu. Këpus me qafa, duhet uniforma. Duhet ish i rregullt me thojt, prem. Njëja është uniforma, do me thonë për në tapet. Njëni mund se ka blu, tjetri e ka kuq. Si ti takojnë shordi. Sa është palestra e mundjes sot? Palestra e mundjes sot është 37 metra e gjys e maton. 4 ore, sa një lom pritjet si e ka një shtëpi. Një shtëpi e mirë ka një lom pritjet. Bëjmë një palestra të re, ku ishte klubi Vllaznia, kryetari i bashkisë thotë mosh për mull klubi Vllaznia komplet, me shku në pallat se do të bëjmë biznesin e vogël. Na hoqë edhe ne prej aty. Pat me kanë shumë ma mirë aty, ishte një palestra ma madhe. E bëjmë me dras poshtë, ku ka kanë kuzhina dikur, 50 metër katrore, e shtrume, u lodhme, aty fillon rezultatet. Para 3 kampion, në kupën e Menta Sallajbegu si u ban Tiran, është kanë një kosovar munës, dol me kampion, ta kemi marrë kombëtar. Me 3 kampion, kanë qumë munës në ekip kombëtar shumë, kam lyp tapeta. Kam shku në Lezhë, kam marrë ne i kanë falë.
Me të falun e kom ba munjen. Kam shku në Tiranë, kanë falë 6 dyshek, 1 mules. Me kena ati si janë puna jonë. Si të persekutuam, me të thanë drejt. Po me vështirësit madhe të i nej punës mi krye. Është ndërtuar, por nuk ka përfunduar stadiumi i ri i Shkodrës. Aty do jetë edhe palestra e mundjes? Aty janë punu edhe kanë caktuar palestrat e mundjes edhe shtangës. Po aty i kanë lënë pasov atue. Shumë, edhe disa se menojnë me i ba doqane, kanë ullë të arabat, kanë ikë njerëzit kur vinë aty në rrugë, kujtojnë sa ma rrugë stadiumi. Nuk e di kush ka me ba. A Tirana a Shkodra. A bëhet a s'bëhet. Ne na kanë thonë e keni palestra aty në shkallë. 200 metër katrore. Po do në punë, do në suvatim, do në shtrim, do në gjana. Ka punë. Po kjo është në aktivitet. Kur bajmë gara, në Pallat Hasan Rusi. Dalim në parashitje, në mëllje dhe në hapje të aktivitetit. Veteran, po veterani ma shumë si vjen me ne dhe si gjyqtar është Pal Marku. Nuk në datë, as kërkon. Edhe na, kur ke gjyqtar me vetë je një ngrasi. Sikur, thuaj, kam një shkodrani aty, tjerët janë Tiranas, kuks janë, pari sa shda asjerë prej munjes. Pari meriton fjallë të mira. Ky më i vogli është Dibrani, ish munës, Xhelil Cibaku. Ish edhe prefekti Dibërës. Këto masanej Dushani, Xhelil Cibaku, Det Bregu. Ashtë një shok e jami si më dënë edhe e duhe, nga gruda, i ardhën grud me kohë, ka kanë antari këshillit komunës, antari këshillit qarkut, Martin Quku, e kanë NIP. Këto jam, kur më kanë lanat neri i Federatës Shqiptare. Do t'jenë Nërshim Spahiu, sekretari i Federatës. Po, edhe këto jenë në Pallat Partizani. Do me thanë, Hasan Rusi, se kanë thënë Partizani dikur, veterantë. Janë gjyqtar, bajnë fotografi për shef, kur marrojnë garat, atë dalim të parketi, të tapeti. Në vitin 1974 në Shkodër, ish pallati, sot kish, mundësi Partizanit Golobordas. Quhej Dilaver Koçi, jo Poçi, se Poçi ka kanë një tjetër, ka kanë komisari korpsit. Edhe ky ishte një mundësi fort. Fitova neshin dhe aty jam ba mirë të sportit. Në 72-shin kam marrë titullin në Peshkopi. Në Shkodër kam marrë 74-ën, 75-ën. Në 73-shin në Lushtje. Kam 4 vite kampion edhe një kupë në Tiranë. 72-shin në Tiranë, kupë Republiket. Në Pallatin Punëtorit Durrës, kur është dekorue mund si kampion Isave Juka, si sot nuk jeton. Pse organizove mundjen e lirë në Shkodër? Po, mund për këtë mundja lirë. Nuk ka, asnjë rreth nuk ka 2 ekipe. Ot lirë o klasike, se tash nuk mund t'i majnë klubet. Shkodra kishte ma shumë mundësat lirë. Kjo është Mirsad Dekovi, kampion kombëtar. Jetmir Elezi, 3 herë kampion kombëtar. Nazmi Ceka, edhe Mirsad Dekovi. Ekipi i paratrivet,
kampion kombëtar në kana dalë në qytetin e Durrësit, kana marrë kupën. Për herë të parë që kana marrë kupën mas shumë vitesh. Trajneri Nazmiu, Jetmiri e Laun. Nazmi Elezi, Jetmir Elezi, këta janë kushni. Mirsad Dekovi. Një mund që kanë jashtëzakonisht i mirë, tepër luftarak, nuk e kena në ekip sot. Po ekipi i Munjes, si kemi sot, disa lakanik, jena me 2 trajnerët bashkë aty, ta kena folë gjithmonë për kushte. Me pas kushte mushet palestra, po pa kushte. Na shkojmë në përgara, po pak si të sakatum. Kemi një ekip Munit simpatik në fakt. Ka element, po kemi një Qamil Bajrami, kampion Shqipnijet. Në moshën si ka kësot, e krahasoj me moshën kur ka kanë edhe Ilis Guri si ky. Me pas kushte, me pas një moshtërvit një vend si duhet, edhe kë mund dalin kampion botet. Ka ba 4 neshje në Kosovë, me Turkun, me Bullgarin, me Macedonsin, me Kosovarin, s'ka hom as një pikë teknike. Ka ba 4 neshje në Tiranë mrena javët, as një pikë teknike. Nuk ka ba vaki në i herë një mundës me ba 8 neshje, mos me hom as një pikë, profesor. Qamil Bajrami. Është një element jashtëzakonisht i mirë. Është kushri me profesorin, me Nazmin, nga shtoj. Një mund si pa pam, po nuk ti mëngojnë neshet nërkombëtare. Federata jonë duhet me i lanë vedit pak. Me ba neshet nërkombëtare mund sa më shumë. Ku me ba këtu? Me dvenit, me qa? A di si mërë këtë dorë për dorë? I sakaton kretë. Është ideal tepër i mirë. Ma kanë lanë titullin. Unë e kom marrë para disa vjeç, masane mas me jetë e kanë marrë. Me propozimin tonë gjithmonë, veteran shumë Shkodrës kanë marrë titullin. Mjeshtri math, mi ka që klubi i sportit dokumentat, janë aprovu edhe mu ka lanë titullin. Jemi dekoru për një natë, këtu të Koloseu. Zevgjoni, Petrit Osmani, Saba Bizi, Paulin Noja, Det Bregu dhe Osman Mula. 6 vjet. Në shtypin sportiv, kur njëri prej tyre Senat Nikqiqi ka marrë mbresat tuaja në një nga faqet e shtypit sportiv. Shumë lavdata na u kanë bërë. Do me thani falënderoj njerëzit që shkruajnë, gazetarët e gjithë. Po duhet, krahas gazetarëve duhet ai si ka shpinë në dorë. Bashkia, klubi, njerëzit biznesmend, duhet me afro sportin. Duhet me ndihmu sportin. Nuk mund bëhet gjithkush sportist. Gent Haxhia, nga shtoj i vjetër, ka marrë disa medalje. Sot nuk është në ekip. Një pesheran, një mund pesheran. Po kur ka thirr rekordet, kanë ba me fotografi aty, kom majtë në shtëpi. Ka thirr rekordet sa dush, po ky ishte një talent i rrallë. Jetmir Elezi vazhdoi sa vazhdoi iku, është jashtë shtetit. Shkojnë njerëzit për me ba një jetë më të mirë. Ky njeri ishte një njeri shumë me zemër të madhe. Ishte një njeri si ka ndihmu shumë fokarajt, ka ndihmu shumë sportin. Është një njeri si bani dëm të madh, si vdiq para kohët. Ju ka dhimbë gjithkuj. Ti me ba me mësy, çdo njeri për njerë këta bëtë njerën, si burri burrit. Ka ndihmu sportin, ka ndihmu fokarajt, na ka ba bankete, na ka qënë dajt me teleferik,
gjithmonë me parat veta, gjithmonë ka nej pranë monjes, pranë veteranëve. Edhe ishte jetë shkurt, vdekja nuk më në pret asis gjanë kur e qonë Zoti. Na u ka dhim shumë. Njëherë na mlodhi gjithë trajnerëve, 20 trajnera. Na voni gjithëve ka 1,5 milionit lekë për para. Edhe tha, ju tha keni nevojë për lekë se men keni bollë. Muhamet Mola. Na i thonë atash, do të me i thonë pastor Ahmet, se u ba për Ahmet. Njerëzit i la mirë, po i ku veç shpejt. Na u ka dhim t'jashtë zakonisht. Nuk zëvendësohet Muhamet Mola. Thonë malsorët edhe thonë njerëzit e vjetër. Kur deskush para kohët, e mori Zoti për veti se ka një mirë. Po kur ka ardhur vera këto me pushime, e ka kërkuar, se gjithmonë takohet me profesor Vilin, gjithmonë shkon e interesohet se një punë si e ka bave disa vite, nuk mund të harrojnë. Edhe ka ndonë fotografi. E janë lidhë edhe në Facebook, vazhdimisht, edhe në knash për rezultatet ti. Kush nuk o knash për atë njëri? Je bërë krenar për nipin Claudio Preka, por që vazhdon volejbolin. E shikojmë dhe në këtë fotografi, në volejbol, në kupën në Maqedoni. Pse nuk u bë atlet? Po të bë atlet, do të kishte rezultate shumë më të mira. E ka kanë një shkollë aty në Jordanmisja, janë organizuar me volejbolin edhe kanë pasë ecën në volejbol. Trajneri i trive ka thënë hajde Claudio në volejbol, ka shkuar në volejbol. Ka mundësi me ecë. Ka mundësi me ecë se ka shumë përmesa. Ka kërcishmëri, është i shkath, punon mirë në mbrojtje, punon vazhdimisht. Ka shtatë lartësi nuk e ka të 2 metrat, po pak më shkurt është, pak. Kam beson me kërcishmëri. Bëhet volejbolist. Këtë liber e kanë botu Pral Milani e Lazar Kodra, 2 dukazinas. Këtu na kanë vonë. Kanë vonë mua aty, djalin Paulinin, Verën, Mirin edhe Marianin. Mariani është i Kushrinit. Mariani është disa herë kamptar i shtangës. Sot punon mësues e ekonomit fizik, e stërvit Genz Barkici, profesori i madh. Edhe e kanë vënë aty në librin dukazinë Nipi, djali kolegjit e Verës, Markoja. Ka luajtur në Greqi futboll me paratrit edhe me trit. Sot nuk jeton në Greqi, ma kanë për një jetë më të mirë, kanë shkuar në Saudi familjarisht. Markoja. Këtu është mesa, e kanë bën me rroba kombëtare për mesit për shef. Rrinë grut, vajza Altinit e mirës, se vanë rriqin është në grut quhet Altin. Edhe kjo është në shkollë Jordanmisja. Por ke një peng që ai që na ndoqi që nga rrëfimi e ke dhe sot. Mendon që nuk të kam vlerësuar qoftë dhe për një pension të posaçëm që ti e do kaq shumë për vete, për gruan, për ilaçet, po pse jo dhe për libër dhe për mbesa, për gëzime. Kam frikë se nuk e zgjaj shokun tem në kun si bën kaq shumë për njerëz. Unë për njerëzit që nuk i kom zgjajnë, mundohem minimum me çka kam mundësi. Më dojnë shumë edhe sportistat, gjithë. Më thonë kur mos u largo. Bilet i kam thënë njerëzve kur më kërkojnë telefon ku je në palestër, ku je dikur në stadion. I kam thënë ka rrezik si kur të më vinë vdekja me marrë atje. O në stadion, o në palestër në pallat. Ka shumë e kam kalu kohën të sporti. Po këtu është një zgjanë për ne. Sportistat kanë metë shumë fukaraj. Nuk janë marrë me biznes, janë marrë me sport edhe ne në kallan fukara. Vetëm një emën po lamë.
edhe emni ka rëndësi. Po nuk e kanë rregullu jetën si e kanë rregullu disa njerëz. Me pagat vogla, me pensionet vogla, me këto. Ne i kanë lanë vetit ka shumë sa i shdesh me pas pasonin shumë. Këtu të na sportisti fukara po met, shumë rrallë po bëhen pasanik. Njerëzit gjithë fare fisin a donë, edhe i donë. Faleminderit të mallit Zot s'kena pas asnjë disfat. As si i thon një fjalë s'na ka prek miza. Jena sjell mirë me njerëz, janë sjell mirë me ne. Se kanë kërkuar kur belan. Kanë kërkuar vetëm shoqërinë. Vetëm harmoninë, si në familje, si në shoqëri, si jashtë si brenda. Kam falënderoj shumë të gjithë njerëzit si më respektojnë. Ku do shkoj? Në Shkodër, në Tiranë, Kukës, Shkopi, kudo shkoj, unë zgjaj nga rësit madhe. M'afrojnë, m'dojnë. Jam trajneri më i vjetër në Republikë, edhe më thojnë trajnerat, nuk do të lëm sportin se jena 15 vjet diferencë, duke na më të vjetër. Qa bën ti se nuk plakesh? I them unë kam thënë pleqërisht largohu. S'ke punë me mua. Kështu, një humor. Do të urojnë që këtë vit, më në fund, do e kesh fituar pensionin e posaçëm. Kush ma bën mua pensionin e posaçëm? Këtu do të me të njoft njerëzit atje. Këto janë dokumentat. Mund të shesin projekt, po mund të merret edhe me ndryshim jetë dikuj. Të falenderoj që ishe sot në rrëfim. Do me mëll, të i falënderuat mallin Zot, si më ka ruajt, shneden e menjen e familjen e fare fisin. Dajti Express, aty ku toka takon qiellin.